Gjykata e Beratit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Zamir Skënderin, 45 vjeçarin i cili pak ditë më parë plagosi me armëzjarri një efektiv policie gjatë shoqërimit të tij drejt komisariatit. Nën masa të rrepta sigurie, Skënderi u shoqërua në sallën e gjyqit ku seanca u zhvilluar me dyert të mbyllura për shkak të ndjeshmërisë së çështjes dhe rrezikshmërisë të arrestuarit. Gjatë shurtimit të masës së sigurisë, prokuroria rëndoi pozitat e 45 vjeçarit, duke i shtuar akuzës fillestare për prodhim dhe shitje narkotikësh dhe veprën penale të vrasjes me dashje të punonjësve të policisë së shtetit gjatë detyrës ose për shkak të saj. Sipas organit të akuzës, veprimet e të arrestuarit përbën një ngjarje tepër të rëndë që rrezikojnë jetën e efektivit policisë gjatë ushtrimit të detyrës. Nga ana tjetër, pala mbrojtëse kërkoi lehtësim të pozitës së klientit të tij duke argumentuar se në momentin e ngjarjes ai ndodhi në gjendje të rënduar psikologjike dhe nën efektin e lëndëve narkotike. Edhe vetë Zamir Skënderi ka shprehur pendesë gjatë dëshmisë së dhënë para gjykatës. Ngjarja e rëndë u regjistrua mbrëmjen e 18 majit në dalje të fshatit Kutalli në bashkinë Dimal. Sipas hetimeve, 45 vjeçari ishte shpadhur në kërkim nga policia e Kuçovës, ndërsa arrestimi i tij është realizuar në Fier. Pas ndalimit, ai po transportohej nga efektiv të policisë në drejtim të komisariatit. Gjatë lëvizjes me automjetin e policisë në aksin Fier-Kutall, Skënderi ka arritur të marrë armën e shërbimit efektivit 20 vjeçar Arsen Toska, i cili ndodhej pranë tij në pjesën e pasme të mjetit. Më pas ai ka qelluar një herë në drejtim të policit duke e plagosur në zonën e Kofshës. Pas të shtunave, 45 vjeçari të tentoi të largohej dhe të arratisej nga vendi i ngjarjes. Megjithatë, tentativa e arratisjes u neutralizua menjëherë nga efektiv të tjerë të policisë që ndodheshin në automjetin shoqërues, të cilët arritën të arrestonin sërish.